Pas rasteve të kryebashkiakut Erion Veliaj dhe ish presidentit Ilir Meta, edhe ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, ka kërkuar zyrtarisht që seanca gjyqësore për dosjen Buka të transmetohet drejt për publikun. Avokati mbrojtës Henrik Ligori deklaroi në gjykatë se shqiptarët duhet të kenë mundësi të ndjekin procesin në kohë reale për të garantuar transparencë të plotë mbi këtë çështje. Gjatë seancës dëshmoi biznesmeni Lirim Fezollari, i cili sqaroi se privatizimi i shoqërisë ka ndjekur të gjitha procedurat ligjore përmes një ankandi publik të zhvilluar në Ministrinë e Ekonomisë. Fezollari nënvizoi se shoqëria ka qenë pjesërisht private dhe pjesërisht shtetërore, ndërsa pas fitimit të ankandik janë kryer të gjitha urdhër pagesat përveç pjesës që u takon familjeve të pronarëve, e cila është ndarë nga pjesa tjetër. Një pikë kyçe e diskutimit ishte një komunikim telefonik i vitit 2019, ku Ahmeta i kërkonte biznesmenit ta telefononte. Dëshmitari sqaroi para prokurorëve se ky mesazh është dërguar 4 vite pas përfundimit të ankandit dhe lidhej vetëm me çështjen e pullave fiskale. Ai pohoi se nuk e kishte numrin e Ahmetajt në telefon dhe se nuk kishte pasur asnjë komunikim me të në kohën kur u zhvillua procesi i privatizimit, për të cilin ish zëvendës kryeministri akuzohet për shpërdorim detyre. Gjykata ka marrë në shqyrtim kërkesën për transmetim live, ndërsa procesi pritet të vijojë me seancat e radhës.